Inflacioni në vitin 2026 pritet të lëvizë rreth 4%, vlerëson kryeministri Mickoski. Kjo është më shumë se projektimet dhe parashikimet e Bankës Popullore. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Banka Popullore parashikoi se viti 2025 do të përfundojë me një inflacion vjetor prej rreth 3.9%, ndërsa për 2026 mbritjet ishin se ai do të qetësohej dhe do të ishte rreth 2.5%. Por sipas deklaratave të kryeministrit, pritet që çmimet të rriten edhe këtë vit. Pa mislim дека околу 4% ќе се движи годишната инфлација. Тоа го зборуваме веќе со месеци. И тоа што ние го правиме се зачестени контроли на Државниот пазарен инспекторат, зачестени контроли на Комисијата за заштита на конкуренција. Këtë vit nuk pati asnjë mas, kufizime të çmimeve ose të marzhave për asnjë fest. Ishte e dukshme rritja e çmimeve të disa produkteve në markete dhe siç thot kryeministri, si qeveri, ata e vëzhgojnë këtë. Ai njoftoi edhe hapa konkrete, por edhe xhoba. Ќе предложиме законски измени за следната година со многу поголеми казни за сите оние ланци на супермаркети кои што го изигруваат законот за нефер трговски пракси. За некои од ланците веќе имаме докази и мислам дека така ако продолжат ќе морат клуч да стават на врат. Në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës zgjobiti 4 supermarkete të mëdha dhe lidhjen e udhave ekonomike për shkak të marrëveshjeve të ndaluara dhe veprimeve të koordinuara mbi çmimet. Supermarketet u gjobitën me 50.000 euro secili, ndërsa lidhja e udhave ekonomike me 18.600 euro.